Arlind, Belinda Balluku sot në parlament tha që po e sulmojnë se në këtë vend nuk ta fal kush suksesin. Kush janë këto suksese? Po nuk e di për çfarë quhet Belinda Balluku përveç se për korrupsion. Nuk di të jetë ndonjë eksperte ndonjë gjëje, nuk e di të jetë studiuse ndonjë gjëje, nuk e di të jetë ndonjë sipërmarrëse kreative apo shpikse. Është thjesht një pushtetare e korruptuar dhe sigurisht ka pas sukses në korrupsion. Suksesi në korrupsion i ka mundsuar sukses përkohshëm edhe në politik. Jo tani që po hetohet edhe po e pret burgu, sigurisht që do të bjerë nga fiku ku ka hypur padrejtësisht. Dhe në vend që t'jap llogari, në vend që të mbaj përgjegjësi, në vend që minimalisht t'jap dorëheqjen, vazhdon të qëndrojë në pushtet dhe mbi gjithat vazhdon t'japi leksione morali, thua se është ndonjë qytetare shembullore e Republikës së Shqipërisë, kur në fakt është thjesht një ministër e korruptuar nën varësinë e kryeministit korruptuar dhe e rrethuar nga të tjerë ministra e pushtetarë të korruptuar. Faleminderit. Ju nuk e falni as suksesin. Suksesi nuk ta falin kollaje dhe pemës me kokra i gjuhët, jo vetëm me gur, por edhe me molotov.